Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, sahbihi, wa man wala. Allahun e madhruar e falënderojmë, e lutim që to takime Allahu t'i bën të bekuara do bëshën për neve në këtë ditë Ramazani, në këtë pjesë të bekuar të ditës pas namazit sabahut, lutem Allahun xhallahu ala që edhe agjërimit na lehtëson, punë të mira Allahu na i pranon, mëkatet Allahu na i fal, na i mbulon dhe të na bën nga ata që dalin nga dunja faqebardh dhe shpëtuar ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, kemi filluar në takimin e parë të këtij cikli ligjëratash, takimesh këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me një temë që konsiderohet padyshim nga temat qendrore, nga temat më të rëndësishme që ne si besimtar mund t'i trajtojmë dhe mund t'i marrim. Padyshim që çdo besimtar e don Allahun e madhnuar dhe nuk është diçka e pazakonshme me dëgju dikë duke thënë se unë e du Zotin xhel xhelalu. Njerëzit natyrshëm e dojnë Allahun te bareku teala. Duhet me të vërtetë shumë me qenë njëri, domethënë i çorientuar, i dalën nga natyrshmëria e mos me besu në Allahun xhallahu ala apo edhe mos me dorë Zotin xhel xhelalu. Nëse njerëzit tjerë e që janë shumica dërmuese e njerëzve, pavarësisht deformimeve që mund të kenë besim, mund të kenë probleme në besim, mirë po në ndjenjat e tyre, në përjetimin e tyre, ata e shprehin se e dojnë Zotin xhel xhelalu. Andaj nuk është diçka e pazakonshme këtë me dëgju. Mirë po e veçanta është dhe arritja është Allahu me dash ty. Allahu me na dash neve. Nga se Allahu nuk i dën të gjithë. Ka njerë që Allahu i dën, po ka të atil që Allahu nuk i dën. Jo për shkak se Allahu nuk i dën veç tek ashtu, po për shkak se ata nuk i dën Allahun azza xal, dhe ata nuk bëjnë vepra, nuk sillen përputhje me atë që Allahu ka kërkuar, dhe padyshim se me këtë sjellje të tyre ata sillin mbi veten e tyre hidhnimin e Allahut, madje edhe mallkimin e tij, Allahu na ruajt. Andaj dietarët na kanë mësuar që të interesohemi dhe të angazhohemi në vazhdimsi për ato punë të cilat na mundsojnë dhe na ndihmojnë që të arrijmë në atë nivel të robëve të Allahut te barekuta që Allahu i dën. Kemi thënë se ka shumë shkaqe, po disa nga ato do t'i përmendim këtë takime, e kemi përmendur raportin me Kur'anin. Sa ma i fuqishëm, sa ma i qartë është raporti me Kur'anin, aq më tepër Allahu dën. Nga se Allahu te barekuta dën atë që e respekton dhe e dën fjalën e Allahut te bareke ve teala. Pastaj kemi thënë edhe gjithashtu për asaj që Allahu dën që njeri me uafru tek Allahu me punë të mira, me obligimet dhe me nafilet. Që shka thonë vetë Allahu te barekuta teala, ajo me çka më smiri robi jam më afrohet mua janë obligimet. Normal, me kry obligimet Allah dën më shumëti. E pastaj robi vazhdon më afru tek Allahu xhalla xhall vazhdimsi me nafile, punë vullnetare, thot derisa unë e dua atë. Unë e dua për shkak kësaj, jo veç i kryen obligimet, po vazhdon për tek kësaj edhe me kryen e punëve vullnetare. Dhe kemi thënë nga shkaqet që ndikojnë në fitimin e dashnisë së Allahut azza wa jall është edhe njeriu gjithmonë me dhun për pasi kënaqësisë së Allahut, pavarësisht sa ka mundësi kjo me i kushtu në jetën e tij. Domethënë, nganjëherë mund gjejmë në udhëhyqje të caktuara të jetës ku epshin atrat, interesin atrat, joshja është e madhe, ka përfitime të caktuara të kësaj dunjaje, ndërsa në anën tjetër është thirrja e Allahut te barekuta teala. Në anën tjetër është kënaqësia e Allahut xhallahu ala. Ai që e dën dashninë e Allahut nuk hamendet. Ai e ka gjithmonë përgjigjen e gatshme. I përgjigjet Allahut te barekuta teala. Sa më shpesh i përgjigjesh Allahut, më tepër e meriton dashurinë e Allahut te barekuta teala. Dhe çështja e katërt që do të flasim për të sot në vëllezër, kush është ai që Allahu e dën? Allahu e dën atë që e përmend Allahun shpesh.
Kush e përmend Allahun shpesh, Allahu e don. Edhe kjo është e zakonshme në ditën e përditshme. Njeriu ato që e don e përmend shpesh. Kon e don e përmend shpesh. Madje ka edhe për shembull edhe mund të jetë i tepër dikush të e përmend dikon shpesh. Për shembull ta përmend vllaun që e ka sukses shumë, motrën, nona, djalin e vet, baba, po djali jam, po ani të mirë, apo se e don, normal, e përmend shpesh. Prandaj edhe njëri ku e don Allahun azza xal e përmend shpesh. Knaqet, Zoti jam, Allahu jam, çoj Zoti jam, non stop. Edhe publikisht, po edhe në veten e tij. E përmend Allahun xhalla xhelalu shpesh. Prandaj Allahu te barekualla i ka lavdruar në Kur'an ata që Allahun e përmendin shpesh. Çka do të thonë me përmend Allahun shpesh të ndërruar vëllezër? Përmendja e Allahut është shumë lloje. Është përmendje e Allahut përmes madhnimit të Allahut, përmes lutjes që i drejtojmë Allahut te barekualla kështu më radh. Për shembull me thonë la ilaha illa Allah. Me thonë për shembull subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. E të ngjashme që nuk janë të panjohura për juve, sa më shpesh me i thonë Allahu don. Me dërgu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu don. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ama shpesh me thonë, shpesh gjatë ditës. Një njëri ka ardhur tek pejgamberi alaihi sallallahu wasallam ka kërkuar një këshill. Me hap një këshill. Ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Le të jetë gjuha jote vazhdimisht e lagur duke përmend Allahun te barekualla. On nuk nalet së përmenduri. Me thonë astaghfirullah. Thot Ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu, me një naj je kom nëmru pejgamberit alisom ku thonte, do mbi 100 herë astaghfirullah. Me një naj veç. Mos të plasëm kur ka qenë vetë, duke ecë e kështu më radhë. Andaj me përmend Allahun shpesh të në vëllezër. Na mas namazit themi 33 herë subhanallah, apo themi 33 herë alhamdulillah, 33 Allahu akbar. E tani masalej sa thush pastaj subhanallah, te namaz nash mos thush më. Pa kush jo. Kjo është e namazit, e pas namazit duke u sill, duke shkuar kështu më radhë. Andaj dhikri i përgjithshëm, ka do që cilësh Allahun e përmend. E mira e dhikrit është se nuk kërkon me qenë me abdes, nuk kërkon me kthy ka kible, nuk kërkon me kon pozitë caktuar, duke ecë, duke punu, e përmend Allahun azza wa jalla. Përmendja tjetër e Allahut xhallahu është përmendje e veçantë. Do të thotë që ndërlidhet me kohë caktuar apo me vend caktuar. Për shembull, kur thirr ezani ka përmendje caktuar të Allahut. Kur muezini thot Allahu akbar, ne themi Allahu akbar, Allahu akbar. E përmend Allahun në kohën kur thirr ezani. Pastaj, për shembull, tash posa kemi fal sabahun, është koha për me e përmend Allahun me dhikrën e veçantë të sabahut. Janë disa lutje të posaçme që thuhen në kohën e sabahut, e disa lutje të posaçme që thuhen në kohën e akşamit, që janë të njohura si dhikri i sabahut e dhikri i akşamit. Pastaj dhikri i gjumit para se me ra me flajt. Ndoshta mund të duket e çuditshme të ndërozër. Thosh jo, na çka s'kenani, apo ose s'themi kështu kur. Dietarët kanë përmbledh lutjet e pejgamberit para gjumit. Sa lloj lutjesh i ka bëu pejgamberi para gjumit, a dini sa i kanë numëruar? 40 lutje. Në 40 lloje të lutjeve e të përmendjes se Allahu i bënte para se më nxon gjumit. Sa i bënë unë ti? Dikush nështë ta flan bismillah edhe flan. Ani mirë, bismillah pa kush kjo. Me lexu ajetul kursin, të spjedohet që thuhet, kjo është minimumi. Pastaj tjera që i keni tek libra që i kanë përmbledh duat e pejgamberit sikur se libri mburoja muslimanit, shikoni sa duaja është aty. Çka ka thënë pejgamberi para gjumit? Pastaj ka qelsyt, si e ka qelsyt, ka bu dhikr. E ka përmend Allahun azza. Kur ka vesh teshat, ka bu dhikr. I ka desh teshat, ka bu dhikr. Kur hyn banjë, ka dhikr. Kur del nga banjë, ka dhikr. Han buk, ka dhikr. E përfundon bukën, ka dhikr. Hyn shtëpi, ka dhikr. Del nga shtëpia, ka dhikr. Vazhdimisht. E këto janë ato që quhen dhikri i veçantë. Është i veçantë për shkak se thuhet në kohë caktuara, thuhet në
vend të caktuar. Dhe këto mirë më mësoni, tash kam na këtë këto telefonat që mund të kemi të zbritura këto lutje. Disa përsërit i thosh dikur mësore për nash. Edhe ka cilësh në çdo pozitë, në çdo vend, në çdo ku e përmend Allahun te barekuta. E kujdeset për ta përmendur Allahun në çdo situatë, në çdo kohë, në çdo vend, ku i cilësh realisht është tregues i sinqeritetit tënd se e don Allahun. Për këtë arsye edhe ty don Allahu azza wa jall. Andaj një lloj njësie madhse se a don Allahu ty është edhe sa e përmend Allahun azza wa jall. Sa ata që i ka dashur Allahu e ka përmend Allahun shumë. E përmend shumë. Pastaj edhe nga përmendja e Allahut është edhe ju përgjigj Allahut namaz. Me ardhmë përmend Allahun kohën që e ka kërku. Nga se namazi është përmendje Allahut azza. Allahu xhalla wala çka tha në Kur'an? Wa aqimis salata li dhikri. Falë namazin që të më përmendesh mua. E përmendi namazin si dhikr, përmendi Allahut te bartara. Pastaj Allahu xhalla kur flet për namazin cilësor, namazin me ndikim, namazin që ndryshon gjendje besimtarit, çka tha Allah te bartara? Wa la dhikrullahi akbar. Përmendi Allahut namaz është çështja më e madhe. Nëse Allah tha inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi të largon nga punë të këqija, nga punë të dyta, të largon. E kjo punë e madhe është. Dhe më e madhe se kjo është përmendja e Allahut azza wa jall. Dhe më e madhe se mu largon nga punë të këqija, sepse kjo është punë e madhe. Më e madhe se gjithçka që arrin është vetë fakti që Allahun ti e përmend në namaz. Dhe e kundërta, kur Allahu ka përmendur namazin e dyftyrshave, hipokritëve, që falen sa sy e faqe, i s'falet në sens. Po me pa njerëzit, i duhet me pa dikush, me lavdu dikush, tash është mes dikujt, nësë po qumë falë, që s'po falë kjo, këta falen për sy e për faqe, këta Allah në rujtë. E kur Allah ka përmend namazin e tyne, që ka thonë? Për namazin e ka thonë Allah të bartara, wa idha qamu ila s-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kur qon mu fal, qon dembela, më nxeqohet kusala me përtatësi, shohet me qefaj. Yura'una an-nas, sa për sy e faqet njerëzve, me pa njerëzit veç. Edhe ky namaz çka ka në vetë në vet, shikoni Allah çka tha. Wa la yadhkuruna Allah. Nuk e përmendin Allahun fare, por edhe se pak namazin e tyre. Hecë se përmendin, se namazin e tyre nuk është për Allahun xhallahu te barë. Dhe kjo është gjendja e dyftyrshave. Sinqertit e përmendin Allahun shumë. Namaz edhe jashtë namazit. Por e përmendja Allahut të ndërruar është punë e madhe. Mirë, për kjo përmendje nuk duhet të jetë rutinore, nuk duhet të jetë, domethënë vetëm lëvizje e gjuhës. Po duhet besimtari me insistuar që përmendja Allahut të bëhet e shoqëruar edhe me zemër, duke përjetu. Thush, subhanallah, çka do të thonë kjo? Thush, Allahu akbar, e përjeton. La ilaha illallah. E tjera që mund të përmendim si shembuj, po edhe i përmenda më herët. Po mirë është atë dhikër që e përmend, ta lexosh edhe për kthimin, apo ta kuptosh çka po thua, që ta përjetosh kur thua. Jo veç, hajde isha pranë, çka të thonë? Do nuk e din ti qysh mërinë e mi thonë të rëtëri subhanallah, nuk e din, e pa mundshme. Ose për shembull me thonë, la ilaha illallah që ka. Thuje qirë, thuje mirë, me një zemra ju të veshët, me përjetu. Tash namaz është, amas namazit njëri bën pak ma ndryshe, mirë po në gjendje qetë, gjendje të rrasme, bën e pak ma qetë, ma përjetime kështë më radhë. Dhe kjo është dhikri që Allahu te barta e dënë. Edhe kush e bën, Allahu e dënë. Shkaku i pest të ndërëzër që mund të përmendim këtu, nga shkaqet që sjellin dashninë e Allahut edhe e bojnë rrugën që Allahu më e dashur është njohja e Allahut përmes emrave edhe cilësive të Allahut te barekuhu teala. Të ndërum, jo vetëm njohja, po edhe më shumë se njohja, kuptimi, përjetimi,
vëzhgimi i vazhdueshëm i asaj që Allahu ka folë për vetën e tij. Me një fjalë, interesimit i vazhdueshëm për me njoftë Allahun, do bën që Allahu më dashur. Nga se dallon me besu në Allahun e dallon me njoftë Allahun. Njerëz besojnë Zotin xhallahu ala, mirë. E po me njoftë Allahun kush është Allahu. Me njoftë Allahun është punë e madhe. Allahu ka emrat e tij të bukur, që ka folë për të emra në Kur'an. E ka përmend me to pejgamberi alayhi salatu wasalam. Këta emra ka thonë pejgamberi sa men ahsaha dakhala al-janna. Kush i përfshin këta emra në jetën e tij hyn në xhenet. Përfshirja e emrave në kupton me njoftë, me mësu përmesh, me ditë kuptimet, me lutë Allahun me to, me jetu me këta emra, këtë që kjo i ka kuptimet e përfshirjes. E kush me këta emra i jeton, e organizon jetën me këta emra, e ndërton aktivitet me këta emra, garant shkon xhenet. Garant. Me premtimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Rajta do vëllazër, duhet me njoftë Allahun. Ka elhamdulillah ligjërata, ka libra, ka mundësi njëri që në vazhdimsi me ditë për shembull emri Allah çka do të thonë. Shikoj na themi me besu Allahun, me shku, domthon, mu kthy tek Allahu, më bëu tek Allahu, Allah, nëse më pranë, çka i bën Allah? Çka do të thonë Allah? Allah nuk është Zot. Allah është shumë më tepër se kaq. Çfarë kuptimi ka fjala Allah? Pse ky emër është kaq i madh, kaq i rëndësishëm? Ai ka kuptime të mëdha. Shikojmë na themi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tre emra këto. Bismillah emri Allah, Ar-Rahman, çfarë kuptimi ka? Ar-Rahim, çfarë kuptimi ka? Në surën Fatiha çka themi? Elhamdulillah, Allah, Rabbil Alamin. Emri Allah Ar-Rabb. Çfarë kuptimi ka? Me ditë, nuk po them që njëri me ditë detalet, argumentet se kjo është. Po dyshim, e pa mundse për gjithë. Mirë, po spaku disa njohuri elementare, bazike, që ndihmojnë me njoftë Allah me këta emra është e kërkuar. Edhe sa ma tepër përkushtohet robin këtë drejtim, sa ma tepër interesohet për këtë, lexon për këtë çështje, bëhet më i afërt me Allahun edhe Allahu dën më shumë. Nga se Allahu i dën ata të cilët e njohin Allahun azza wa jall. Kush e ka njoftë Allahun më së miri? Pejgamberi i Allahut azza wa jall. Muhamedi alayhi sallam shpesh thonte ana a'lamukum billah. Unë e një Allahun mas miri për juve. Unë e një mas miri. Domthon, që të Allah e dënë mas miri pejgamberin alayhi sallam. E ai që e dënë Allahun, të ndërlozër, nuk ka mundësi mas me dashtë Allahun. Nuk ka mundësi mas me adhuru Allahun. Nuk ka mundësi mas me pas frikë nga Allahun. Nuk ka mundësi mas me shpesu në Allahun. Nuk ka mundësi mas me mbështet Allahun. Gjitha këto emra, realisht edhe prodhojnë ose mundësojnë që besimtari të përkushtohet në adhurime ndryshme, në adhurimin e sinqeritetit, në adhurimin e frikës ndaj Allahut, mbështetjes, dashnisë, e shumë adhurime që janë në zemër, pastaj në gjuhë, pastaj edhe në gjymtyrët e tij. Prandaj ai që e rregullon tamam raportin e robit me Allahun është njohja e Allahut xhallahu. Prandaj është e lehtë sot elhamdulillah të ndërrozë, vallahi. Ka libra, ka broshura, ka shumë sene që mundesh në bazë ditore, ja shusi 5 minuta, 10 minuta, ja vlen, tash në Ramazan për shembull, ne bëni program njëri, çdo ditë 10 minuta 15, çka është kjo kohë? Shkurt, shkojnë sa ora, vallai një shfletim i thjesht i rrjetit social të merr gjysore sikur gjë që Allah. Hajt çuçi ka lajme që kërësha, u shkon një sahat apo. Thjesht apo. E në fund çfarë përfiton kur gjë? Tha ky shkoj ky boni kurrë në fund, fjalë të kota. Që ato lëme ditë për ditë filizon, njëjta gati. As zemra nuk ndryshon, as gjuha, as edukat, as sjellje, as adhurim, kurrë. Dërsa me njoftë Allah ndryshon gjithçka. Ndryshon gjendja jote, disponimi jot, jeta jote ndryshon. Dhe kushtoi Allahut me njoftë disa momente në ditë, 10, 15, 20 gjysore, sa ki mundësi. Lezoj një emrin të Allahut, dëgjon për një emrin të Allahut të bartona. Mësoj me lut Allahun me emrat e tij. Mësoj me lut Allahun me emrat e tij. I keni në internet, edhe kush e ka
në Viber në të faqen time që është, i kom postu dhe libra aty, kush do mundi me gjetë libra që flasin edhe shkurtimisht për emrat e Allahut, po edhe shkurtimisht për duat, me lutë Allahun me ato dua. Mirë ato, e ki këtu, e lexon para iftarit syfër, bën dua me to. Prandaj me zbrit ato libra me shkarku është begati, lehtësim, i keni të gatshme. Edhe mundi me njoft Allahun azza wa jall, s'paku njohje të përgjithshme, njohje on që realisht e ndryshon gjendjen tonë, raportin me Allahun të vërtetë. Vallahi do më bëhet ndryshe. Kur din me lut Allahun me emrat e tij të bukur, për çdo situatë e din me çfarë emri me lut. Për çdo kohë, për çdo vend, për çdo rrethon, din me çfarë emri me lut. Ndryshe o doja, ndryshe o pretimi, ndryshe është lidhja me Allahun azza wa jall, ndryshe pastaj është edhe përgjigja që vjen nga Allahu xhalla xhelalu. Andaj të ndërrozur me përmend Allahun edhe me e njoft Allahun janë dy prej shkaqeve të rëndësishme që mundsojnë robën me u ngrit në nivelet e robëve të përzgjedhur të Allahut që Allahu xhallahu i don ata. Dhe padyshim se kush e përmend Allahun dhe kush e njeh Allahun, dashuria e tij ndron tash, nuk ka dashuri e përgjithshme, nuk ka si e natyrshme që gjithë kërkon Allahun azza wa jalla. Tash një dashuri më e arsyetuar, më e qëndrueshme, është një dashuri më e pasur, jo vetëm dashuri e fjalës, por është tash dashuri e dijes, është dashuri e njohjes, është dashuri e bindjes, tjetër është kjo dashuri. E kush Allahun kështu e don, patjetër që edhe Allahu xhallahu ata e don. E ka edhe tjera, padyshim, shkaqe që do t'i përmendim inshallah në të ardhmen, nga ato që na mundsojnë që Allahu të na don. E a ka arritje më e madhe për neve në dunja se Allahu më na dasht. Ka në don nuk e dënon. Allahu ka në don nuk e dënon. Allahu ka në don e shpërblen, e ngrit, e ruan, e mbron, edhe në dunja edhe në ahiret. E kjo është arritja më e madhe për robën që Allahu më e dasht. Prandaj luteni Allahun që Allahu më ju dasht. Luteni Allahun që Allahu më ju dasht e më ju bën nga robët e tij dashur. Po edhe më i dasht ata që Allahu i don. Edhe më në mundësu Allahu me i dash punt që Allahu i dënë, fjallë e vepra. E Allahu me në larun nga gjdo pun, nga gjdo fjallë e vepr që Allahu nuk e dënë. Zotë është përblet për rëmendje me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.